Projekti Green Vjosa synon zhvillimin e parkut kombëtar të Vjosës përmes një qasjeje që bashkon mbrojtjen e natyrës me turizmin e qëndrueshëm dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Kjo nismë vlerësohet si një hap i rëndësishëm për menaxhimin dhe promovimin e një prej pasurive më të veçanta natyrore në Shqipëri. Vjosa konsiderohet lumi i vetëm i egër në Shqipëri dhe një nga të fundit në Europë pasi rrjedhi lirë pa ndërhyrje të mëdha njerëzore, duke ruajtur një ekosistem të pasur dhe unik. Pikërisht, kjo e bën atë një vlerë të rrallë për biodiversitetin dhe një destinacion të rëndësishëm për turizmin natyror. Përmes këtij projekti synohet forcimi i mbrojtjes së mjedisit, përmirësimi i menaxhimit të zonës dhe krijimi i mundësive të reja për komunitetet lokale, veçanërisht përmes zhvillimit të turizmit dhe aktiviteteve të qëndrueshme. Në këtë mënyrë, Vjosa pritet të shndërrohet në një model zhvillimi ku natyra e paprekur dhe ekonomia lokale ecin paralelisht. Green Vjosa ose Vjosa e Gjelbër 2026-2029 është iniciativa shumë e rëndësishme e cila synon të konsolidojë mbrojtjen e Vjosës tonë të bukur, lumit të egër, simbolit në fakt të natyrës e egër në vendin tonë dhe në fakt në fundit lumit të vetëm të mbetur të madh pa diga në Evropë. Në fakt kur është bota që bën thirrje her pas here për ta mbrojtur këtë lum, ne na lind përgjegjësia shumë herë më e madhe për të bërë më shumë dhe sigurisht me iniciativa të tilla siç është projekti i Gjelbër. Un kam Edwina Gugën, e cila është drejtore e zyrës administrimit të Parkut Kombëtar të Vjosës në këto momente në lidhje drejt për drejt, për të na treguar pak më shumë. Mirëmëngjesi, mirë se vini në Radio Televizionin Shqiptar. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Edwina, më trego pak për projektin, çfarë mbart në vetvete? Projekti është një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për Parkun Kombëtar të Vjosa, por edhe për gjithë komunitetin që jeton përgjatë Parkut Kombëtar të Vjosa, që nuk janë pak, janë rreth 130.000 banor që jetojnë përgjatë Vjosës, dhe është një mundësi shumë e mirë për të përfituar të gjithë prej këtij projekti. Projekti është miratuar dhe është nënshkruar një marrëveshje midis Ministrisë së Mjedisit tonë dhe Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në shkurt të vitit aktual dhe fillon gjatë këtij viti deri në vitin 2029, sikurse e përmendët ju. Ka fokus kryesor zhvillimin ekonomik të rajonit, duke respektuar vlerat e parkut sigurisht, duke mos i dëmtuar ato, por edhe duke i promovuar. Kjo është nëse ne do ta themi shumë shkurt, por ka disa outpute që parashikohen. A dëgjohem? Po, të dëgjoj shumë mirë. Po, okay. Mendova se kisha një problem teknik. Më thuaj. Gjatë vitit të parë, projekti ka 4 outpute kryesore. Së pari, synon qeveria gjermane që të mbështesë administratën e parkut për një menaxhim më modern, më bashkëkohor dhe që i përshtatet një pasuri kaq e madhe sa kjo që ne kemi. Këtu do të ndihmoj me trajnime, me modele ndërkombëtare, do të ndihmoj me rregullore të brendshme, pra ka disa lloje outputesh. Por fokusin kryesor projekti ka tek outputet ekonomike, sikurse e përmenda, do të ndalet kryesisht tek disa nga produktet turistike, të cilat janë të bazuara në natyrë, sikurse është rafting, kajaking, zhvillimi i produkteve të reja turistike siç janë shtigjet, por edhe promovimi i gastronomisë dhe i ekonomisë lokale. Edhe njëkohësisht lidhja e këtyre subjekteve me subjekte të tjera ndërkombëtare, pra krijimi i tregu ndërkombëtar do të jetë fokusi kryesor i këtij projekti. Ndërkohë që ne po shohim edhe pamjet e mrekullueshme të Vjosës në ekran. Edwina, më lejo të të pyes, shef vështirësi në këtë projekt në atë që të mos mbetet vetëm një projekt në letër, por vërtet ketë menaxhim efektiv edhe real mbrojtja e lumit Vjosa? Jam shumë e sigurt në fakt që ky nuk është një ndër projektet që mund të mbetet vetëm në letër, pasi dëshira është maksimale nga të gjithë aktorët e përfshirë për të dhënë maksimumin. Mbështetja ekziston, stafi i zyrës tonë është shumë i predispozuar për të bërë maksimumin për mbrojtjen e këtij parku. Ministria e Mjedisit po ashtu, pra janë të gjithë aktorët të përfshirë me dëshirë maksimale për ta ndihmuar zonën. Keni bërë një listë ndoshta me prioritete në projekt
që mund të jenë të tilla si mbrojtja e biodiversitetit e para, më pas rritja e turizmit zonës, punësimi lokal, çfarë mund të thuash? Po, në fakt projekti ka bërë një strukturë të aktiviteteve të vitit parë, një strukturë të detajuar edhe me afate se ku do të zhvillohen ato. Nëse doni, unë mund t'ju përmend disa prej outputeve të projektit. Po, mund të më përmbledhësh shkurtimisht. Janë 4 outpute kryesore, por unë po ndalem tek ekonomia lokale dhe aktivitetet e bazuara në natyrë. Projekti synon që të zhvilloj ekoturizmin, pra do të promovoj më tepër akoma aktivitetet e bazuara në natyrë, siç janë rafting, kajaking, do të ndihmoj me hartimin e rregullareve, me standardet e sigurisë, me menaxhimin e vizitorëve, të flukseve të vizitorëve, se ku mund, cilat janë pikat e aksesit, cilat janë rregullat që duhet të zbatojnë gjithë njerëzit që vizitojnë parkun e kështu me radhë. Do të ndihmojnë në krijimin e produkteve të reja turistike, përsëri gjatë vitit të parë. Do të ndihmojnë në krijimin e shtigjeve për gjatë parkut. Pra ka disa shtigje, por nuk janë të certifikuara, nuk janë të markuara, ato do të njihen, do të promovohen dhe do të përdoren më shumë dhe do të shiten si paketa turistike, duke ndihmuar dhe komunitetin që jeton përgjatë këtyre shtigjeve. Dhe sigurisht kemi gastronominë, e cila është e famshme tashmë, por nuk është e promovuar mjaftueshëm. E kuptoj. Leo, më lejo e duina të të bëj ndoshta pyetjen më të rëndësishme, atë që besoj ka dhe më shumë interes edhe për publikun, nga çfarë është rrezikuar dhe rrezikohet më shumë, dhe cilat janë kërcënimet më të mëdha që i kanë nosen Vjosës? Ky projekt dhe menaxhimi i Vjosës në fakt janë dy gjëra të ndryshme. Ky projekt synon zhvillimin ekonomik, por menaxhimi i Vjosës nuk ka në fokus vetëm zhvillimin ekonomik. Fokusi i zyrës tonë është në fakt mirëmbajtja, konservimi e kësaj pasurie natyrore dhe të sigurohemi që çdo aktivitet që zhvillohet aty mos të jetë i dëmshëm. Pra, ne të kemi mundësi dhe pasardhësit tanë të kenë mundësi që ta shijojnë Vjosën po njësoj sikurse po e shijojmë ne. Sfidat më të mëdha që po përballemi ne janë pikërisht sfidat që i mësojnë komunitetet për të ndryshuar stilet e jetës që ata kanë ndjekur deri tani. Pra, deri tani Vjosa ka pas ekzistuar, nuk është se u krijua me shpalljen park kombëtar dhe njerëzit dhe komunitetet që jetojnë përgjatë parkut kombëtar të lumit Vjosa e kanë përdorur lumin edhe për qëllime për cilat tani bien ndesh me planin e menaxhimit apo me objektivat e konservimit. Pikërisht kjo është nga sfidat më të mëdha për ne, por jemi të bindur që të gjithë banorët, pavarësisht interesave personale, në fund fare janë pozitiv dhe janë me dëshirën për ta mbrojtur parkun. Çfarë thon ata përgjithsisht për iniciativa të tilla? Janë skeptik, të duhet ta pranojmë. Niveli besimi në përgjithësi. Nuk kanë shumë besim tek vizioni në përgjithësi i aktiviteteve, jo vetëm i këtij projekti. Mendojnë se ka diçka që fshihet pas projekteve të tilla. Po. Në përgjithësi po, dhe kjo është pjesë edhe e natyrës tonë, jo vetëm rezultati shkak pasori, domethënë. Megjithatë, ka pjesa më e madhe, janë të hapur ndaj ndryshimeve, janë të hapur ndaj aktorëve të rinj që hyjnë, kështu që mendoj se në përgjithësi rruga që po ndjekim ne është shumë pozitive. Sa potencial ka atje për ta zhvilluar tregun dhe për të krijuar mundësi punësimi edhe për të rinjt në pjesën më të madhe të kohës, sepse ata janë edhe motorët më të fuqishëm të lëvizjes së ekonomisë lokale atje, për t'i bërë që të mos largohen për shembull nga zona, po të qëndrojnë, të punojnë, të investohen atje. Potenciali është jashtëzakonshëm. Potenciali është jashtëzakonshëm sepse mundësitë për zhvillim janë nga gjitha anët. Vetëm që ne duhet t'i njohim dhe duhet të dimë se si t'i shfrytëzojmë këto mundësi. Pikërisht për këtë do të ndihmojë edhe projekti Green Vjosa. Dhe e fundit që ka të bëjë me mbetjet, si po menaxhohen? Sa e vështirë është për ta ruajtur lumin nga derdhja e mbeturinave, nga grumbullimi i mbetjeve të ndryshme, fushatat sensibilizuese të ato të pastrimit her pas here? Më trego pak për këtë. Ne kemi ndërmarrë disa fushata pastrimi deri tani, dhe në fakt problemi i mbetjeve vjen nga disa shkaqe, nuk është një shkak i vetëm. Një ndër problemet kryesore është kultura e banorëve përgjatë parkut, ose mungesa e sensibilizimit, le të themi,
për ndotjen ndaj parkut. Ky është një ndër problemet dhe ne jemi duke punuar me këtë. Kemi zhvilluar disa fushata pastrimi në të cilat ne kemi përfshirë dhe komunitetet që jetojnë përgjatë parkut. Dhe duke u përfshirë në këto aksione, ata fillojnë dhe ta ndjejnë edhe përgjegjësinë e punës që bëhet pas dëmit të shkaktuar. Pra është një formë përfshirje dhe rritjes së ndërgjegjësimit. Por ndërkohë, problemi jonë nuk është vetëm banorët, të cilët jetojnë përgjatë parkut, por është edhe sistemi i menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkitë përgjatë parkut. Dhe ky është një problem që kërkon një menaxhim më të madh. Pra, kërkon një projekt, le të themi, shtetëror, që tashmë është duke u punuar për këtë, por kërkon një projekt të madh për mënyrën e menaxhimit të kësaj çështje, pra ato duhet të mblidhen, të gjitha këto mbetje duhet të mblidhen në landfille larg parkut. Kjo sigurisht që kërkon kohën e vet, kërkon studime, kërkon investime shumë të mëdha, janë për momentin përtej kapaciteteve të zyres tonë për të zgjidhur, por janë në proces. E vërtet. Në fakt, rëndësia e lumit Vjosa ka bërë johon në cepat ndryshëm të globit dhe është mëkat që ne të mos jemi të përgjegjshëm dhe të mos ta mbrojmë, ne që e kemi këtu. Falenderoj shumë për këtë bisedë dhe uroj shumë që iniciativa të tilla të nisin zbatimin një orë më parë dhe të jenë të suksesshme deri në pikat e fundit të saj. Ju uroj sukses. Falenderoj dhe unë ju për ftesën. Ditë mbarë. Mirë, ecim me programin, jemi drejt fundit, nuk kemi mbaruar ende, do të shkojmë në mat fillimisht me Sonjën dhe do të rikthehemi pas në studio për t'ju treguar për temën e fundit që do të jetë një shfaqje e bukur për fëmijë.